2 libra të ri me poezi shtojnë Republikës së Letrave Shqipe. Ata tashmë kanë prekur duar e sy lezuesish dhe bëhet fjalë për vëllimin poetik, kur stinët ndërrohen të poetës Monika Muzikanti dhe edicionin poetik 53 autores Mariola Kostandini. Kur stinët ndërrohen të fut në një botë tjetër, aty ku zemra s'ka nevojë për fjalë që të komunikojnë, ndjenjat mbushin hapësirën mes teje dhe pritjes e lexuesit që e ndjen se nga intimiteti i poetes ka për të përshpaqur një shkëlqim që vjen e depërton brenda imagjinatës së tij. Po, cila është Monika? Është një grua që mëshiron dashurinë dhe përkushtimin, që kujdeset me shpirt për familjen, duke bërë që gjithë bota e saj të ketë në qendër fëmijët, djalin dhe vajzën, ku përqendrohet çdo grim dashurie dhe shprese. Por atë mund ta gjesh edhe në një tjetër botë, atë të librave, në bibliotek, mes rafteve me libra, apo në veprimtaritë artistike, ku fjala dhe arti janë në qendër. Ajo i përkushtohet një pasioni që duket se ka mbijetuar përtej asaj që ndodh jashtë, në një botë ku letërsia shpesh mbetet në periferi e harruar. Poezia për Monikën është treja ku zemra e saj gjen paqe dhe zëri i saj bëhet i dëgjueshëm për të gjithë ata që kuptojnë dhimbjen, për të gjithë ata që jetojnë dashurinë. Thot në parathënien e librit profesori i letërsisë Eris Rusi. Kostandini e shoqëron librin e saj dhe me skica vizatimit realizuar gjatë viteve studentore. Ky libër është shpirti im, jeta ime, ëndrat e mia, po u tregoj me fjalët e mia kështu dashurinë time për jetën, siç e kam ndier në zemër shqetësimin, a emocionin e çastit, qoftë i gëzuar e i lumtur, i mërzitur e i trishtuar, por gjithmonë duke shpresuar që më mirë jeta ndërtohet nga secili prej nesh. E kur në këtë botë hyn edhe poezia, ëndrat më të bukura fillojnë të kenë shpjegim. Mariola Kostandini është një nga krijueset e përkushtuara të klubit shkrimtarëve Bota e Re në Korçë. Ka studiuar në Universitetin Fanoli prej vitit 2003 dhe vazhdon profesionin e bukur të mësimdhënies.